Kush është tradhtari i një kombi? Fytyrat e tradhtisë në historinë shqiptare. Një tradhtar i kombit nuk është thjesht një kundërshtar politik apo një person me mendime të ndryshme. Tradhtari është ai që e shet adheun përfitime personale, shkel interesin kombëtar dhe bashkëpunon me armikun për të shkatëruar të tjerët. Në historinë e Shqipërisë ka pasur shumë figura të tilla, disa të famshëm, të tjerë më pak të njohur, por të gjithë kanë lënë plagë të thella në shpirtin e kombit. 1. Tradhtarët që shitën tokën kombëtare. A. Esad Pasha Toptani, shitësi i Shqipërisë. Esad Pasha ishte një nga tradhtarët më të mëdhenj të historisë shqiptare. Në vend që të luftonte për pavarësinë, ai bashkëpunoi me serbët dhe grekët për të ndarë Shqipërinë. Në 1916, në presionin e Austro-Hungarisë, ai e shiti Shqipërinë veriore Serbisë në marrëveshjen e fshehtë të Nishit. Veprat e tij quhen në masakra kundër shqiptarëve dhe humbjen e territoreve. B. Politikanët që e shpërndan Kosovën. Pas luftës së dytë botërore, disa politikanë shqiptarë nën influencën e Jugosllavisë e lanë Kosovën të mbetet nën sundimin serb, në vend që të kërkonin bashkimin me Shqipërinë. Kjo tradhti u thellua në vitet 90, kur disa elitë shqiptare në Tiranë u larguan nga çështja kosovare, duke e lënë popullin në luftë të pabarabartë. 2. Tradhtarët që shërbyen fashistët dhe diktaturën. A. Mustafa Kruja, bashkëpunëtor i fashistëve. Mustafa Kruja, kryeministër në kohën e pushtimit italian, e shndërroi Shqipërinë në shtet satelit të Mussolinit, në vend që të rezistonte. Ai dëboi dhe internoi çdo kundërshtar, duke përfshirë nacionalistë të vërtetë si Midhat Frashëri. B. Mehmet Shehu, dëbuesi dhe vrasësi i shqiptarëve. Në kohën e diktaturës komuniste, Mehmet Shehu ishte dora e djathtë e Enver Hoxhës dhe kryesori i përndjekjeve politike. Ai dënoi në ekzekutim mijëra shqiptar, duke përfshirë intelektual dhe ushtar që kishin luftuar për liri. 3. Tradhtarët e epokës së re, korrupsioni dhe shpërngulja e kombit. A. Sali Berisha, babai i piramidave dhe rënia e Shqipërisë. Në vitet 90, Berisha e shiti vendin në emër të demokracisë, duke e kthyer në një shtet të anarkisë. Piramidale në 1997 dhe çoi në kolaps ekonomik dhe gjakderdhje, ndërsa ai dhe klani i tij vunë në xhep miliona dollar. B. Edi Rama, mbreti i korrupsionit dhe shkatërimi i shtetit. Edi Rama ka qeverisur Shqipërinë me retorikë të bukur, por ka institucionalizuar korrupsionin. Nën sundimin e tij, aeroporti u shit në mënyrë të dyshim. Vrasjet e drogës u mbuluan. Rinia po ikën masivisht. Ai e ka parë Shqipërinë si biznes personal, jo si adhe. Sa. Ilir Meta, kthetra e politikës shqiptare. Meta ka qenë në të gjitha palët, socialist, lëvizje socialiste, president, pa pasur kurrë një qëndrim kombëtar. Ai ka përdorur pushtetin vetëm për të pasuruar veten, duke e braktisur popullin në momentet më të vështira. Si të njohim një tradhtar? Tradhtarët e kombit kanë disa tipare të përbashkëta. Bashkëpunojnë me të huajt kundër interesit kombëtar, si Esad Pasha. Vjedhin nga populli dhe e lën vendin në varfëri, si Berisha dhe Rama. Përdorin retorikë patriotike, por veprojnë si hajdut, si Meta. Shtypin lirinë e fjalës dhe zhdukin kundërshtarët, si Shehu. Koha për të dalë nga hinesia. Shqiptarët kanë qenë shumë të durueshëm ndaj tradhtarëve. Por koha e durimit ka mbaruar. Duhet të kujtojmë historinë, të identifikojmë tradhtarët e vërtetë dhe të mos lejojmë që të na mashtrojnë përsëri. Shqipëria i përket shqiptarëve, jo tradhtarëve.